Emri im është Arjan Krasniqi, dhe kjo është historia më e çuditshme që më ka ndodhur ndonjëherë. Pas 25 vitesh në Amerikë, vendosa të kthehesha në fshatin tim të lindjes në malet e Kosovës, por ajo që zbulova atje më la pa fjalë. Askush, absolutisht askush, nuk më njohu. Por pse? Kjo është historia që do t'ju trondit. Ishte viti 1998, dhe unë isha vetëm 18 vjeç kur vendosa të lëshoja gjithçka pas dhe të udhtoja drejt tokës së premtuar, Amerikës. Lufta në Kosovë po afrohej dhe familja ime në fshatin e vogël Brod, në komunën e Dragashit, jetonte në frikë të vazhdueshme. Arjan, djali im, më tha babai im, Ramiz Krasniqi, duke më vënë dorën në supë. Ti je i riu i familjes, duhet të shkosh atje ku mund të ndërtosh një jetë të re. Ne do t'jemi mirë këtu. Nëna ime Fatime po qante në heshtje, ndërsa po përgatiste valixhen time të vogël. Brenda saj, kishte vetëm disa rroba, një fotografi të familjes dhe një medalion i vjetër që kishte qenë i gjyshe sime. Premto që do të na shkruash çdo javë, më tha ajo, duke më përqafuar fort. Premtoj, nën, dhe kur të kem mundësi, do t'ju sjell të gjithë atje. Por jeta ka planet e veta dhe nganjëherë, ato plane janë shumë të ndryshme nga ato që ne bëjmë. Udhëtimi drejt Amerikës ishte i gjatë dhe i vështirë. Fillimisht shkova në Maqedoni, pastaj në Serbi, nga aty në Ungari, në Austri dhe përfundimisht në Gjermani. Nga Gjermania, me ndihmën e disa kontakteve që kisha, arriti të merrja një vizë turistike për Amerikë. Kur aeroplani ul në aeroportin JFK të New Yorkut, zemra më rrafte si e marr. Isha në tokën e premtuar, por ndjesha i humbur dhe i vetmuar si kur më parë. Ditët e para në Amerikë ishin mizeruese. Nuk dija anglisht, nuk kisha para dhe nuk njihja askënd. Fjetja në stacionin e autobusit dhe kërkimi për ushqim në koshat e plerave ishin realiteti im i ri. Por një ditë, ndërsa po ecnja nëpër rrugët e Bronxit, takova një shqiptar tjetër, Agron Mehmeti nga Prizreni. A je nga Kosova? Më pyeti ai në shqip. Kur dëgjova gjuhën time amtare, pothuajse fillova të qaj nga gëzimi. Po, jam nga Brodi, i thash. Hajde me mua, djali im. Këtu shqiptarët ndihmojnë njëri tjetrin. Agroni më çoi në apartamentin e tij të vogël ku jetonte me gruan dhe 2 fëmijët. Ata më dhanë një vend të fjetur në kauç dhe më ndihmuan të gjej punën e parë, pastrues në një hotel në Manhattan. Puna e parë ishte e vështirë, por e nevojshme. Çdo mëngjes në orën 5 duhej të isha në punë dhe ktheheshem vonë në mbrëmje. Pagesa ishte e ulët, por mjaftonte për të mbjetuar. Gjatë kohës së lirë, shkoja në bibliotekën publike dhe mësoja anglisht. Lexoja libra, shikoja filma me titra dhe përpiqesha të komunikoj me njerëzit. Gjuha ime përmirësoi çdo ditë. Pas 6 muajsh, gjeta një punë më të mirë në një restorant italian në Little Italy. Zotria Toni, pronari, ishte një burr i mirë që më dha shansën të mësoja të gatuaja. Ti ke dorë të mirë për gatim, më tha ai një ditë. Po të duash të mësosh, do të mësoj çdo gjë. Kjo ishte fillimi i karrierës sime të re. Punoja 12 orë në ditë, por e doja që të bëja. Mësova të gatuaj pasta, pica dhe specialitetet e ndryshme italiane. Çdo javë, ashtu siç kisha premtuar, i shkruaja letra familjes sime. I tregoja se çfarë bëja, si jetoja dhe se sa i mungonin. Por gradualisht përgjigjet e tyre u bën më të rralla. Në vitin 2000, mora lajmin më të kopshëm të jetës sime. Nga një kushëri që jetonte në Gjermani, mësova se babai im kishte vdekur nga një sulm në zemër. Arjan, më thaj në telefon, Ramizi vdiq para 3 muajsh, e kanë varrosur në varrezat e fshatit. Ndjesha sikur dikush më kishte prerë këmbët. Doja të kthehesha menjëherë, por nuk kisha dokumentet e nevojshme. Isha i paligjshëm në Amerikë dhe nëse do të dilja, nuk do të mund të kthehesha. Nëna ime, Fatime, nuk di pse nuk po më përgjigjej më letrës. Kushëri im tha se ajo po kalonte shumë vështirë pas vdekjes së babait. Vitet kalonin dhe unë po ndërtuaja jetën time në Amerikë.
Pas 5 vitesh pune të palodhshme, arriti të hap restorantin tim të parë, një vend i vogël në Queens, që e quajta Adriatic Dream. Restoranti shërbente gatim tradicional ballkanik dhe italian. Njerëzit e lagjes e dinin se ushqimi ishte i shijshëm dhe çmimet të arsyeshme. Në vitin 2005 takova Elenan, një vajzë italo-amerikane që punonte si mësuese. Ajo erdhi në restorantin tim me shoqet e saj dhe ishte dashuria nga shikimi i parë. Elena ishte e bukur, inteligjente dhe e mirë. Ajo më ndihmoi të përmirësoj anglishten time dhe më prezentoi me kulturën amerikane. Pas 2 vitesh njohje, u martuam. Arian, ti je burri më punëtor që kam takuar ndonjëherë, më tha ajo në natën e dasmës son. Dhe burri më i mirë. Dasma jon ishte e vogël por e bukur. Kishte vetëm disa miq nga komuniteti shqiptar dhe familjen e Elenës. Më dhimbte shumë që familja ime nuk mund të ishte atje. Gjatë viteve të ardhshme, hapa 2 restorante të tjera. Biznesi po shkonte mirë dhe po bëhesha financiarisht i qëndrueshëm. Elena dhe unë po jetonim një jetë të lumtur në një shtëpi të bukur në Long Island. Por, gjithmonë, në fund të mendjes sime, kishte një dhimbje të thellë. I mungonin familja, fshati dhe rënjët e mia. Në vitin 2010, mora një telefonat që më rrëzoi në tokë. Ishte përsëri kushëriri im nga Gjermania. Arian, tha i me zë të trishtuar. Kam lajme të këqija. Nëna jote, Fatime, vdiq para 2 muajsh. Ndihesha sikur bota po më rrëzohej mbi kokë. Nëna ime kishte vdekur dhe unë nuk kisha qenë atje për të. Kishte vite që nuk kisha marrë përgjigje nga letrat e mia, por kur nuk mendova se diçka e keqe kishte ndodhur. Pse nuk më njoftove më herët? Pyeta. E përpiqem t'ju gjej numrin e telefonit prej muajsh. Nëna jote po jetonte vetëm në shtëpinë e vjetër. Fqinjët thonë se fliste shpesh për ty dhe priste t'ju kthehesh. Atë natë, qava si nuk kisha qarë kur më parë. Elena më mbylli në krah dhe përpiqej të më ngushëllonte, por dhimbja ishte shumë e thellë. Pse nuk shkojmë atje? Më tha ajo. Ti duhet ta vizitosh varrin e nënës sate. Por e dija se ende nuk isha në gjendje të udhtoja. Dokumentet e mia ende nuk ishin në rregull, dhe frika se mos nuk do të mund të kthehesha në Amerikë ishte shumë e madhe. Vitet kalonin dhe jeta ime në Amerikë vazhdonte. Elena dhe unë kemi 2 fëmijë të bukur, Markon dhe Sofien. Ata ishin drita e jetës sime dhe arsyeja pse çdo ditë luftoja për të qenë njëri më i mirë. Biznesi im u zgjua në një rrjet prej 5 restoranteve dhe isha bërë një emër i njohur në komunitetin e biznesit në New York. Isha antar i dhomës së tregtisë dhe mora disa çmime për kontributin në komunitet. Por edhe pse isha i suksesshëm financiarisht dhe kisha një familje të bukur, gjithmonë ndihesha sikur diçka më mungonte. Rënjët e mia, identiteti im i vërtet, ishin të varrosura diku në malet e Kosovës. Elena e kuptonte këtë dhe shpesh më thoshte: Arian, ti duhet të shkosh të vizitosh vendin tënd të lindjes. Fëmijët tanë duhet të dinë prej nga vinë. Në vitin 2020, përfundimisht mora shtetësinë amerikane. Pas 22 vitesh në Amerikë, tani isha ligjërisht amerikan dhe mund të udhtoja lirshëm. Por pastaj erdhi pandemia COVID-19 dhe bota u mbyll. Udhëtimet u bën pothuajse të pamundura dhe restorantet e mia u përballën me vështirësi të mëdha. Ishte një kohë e vështirë, por ne i mbjetuam. Elena dhe unë punuam së bashku për të mbajtur biznesin gjallë dhe fëmijët tanë na ndihmuan sa mundën. Në pranverën e vitit 2023, 25 vite pas nisjes sime nga Kosova, vendosa se ishte koha për t'u kthyer. Elena më mbështeti plotësisht në këtë vendim. Ti ke nevojë për këtë, më tha ajo. Ne do të vim me ty. Por unë doja ta bëja këtë udhëtim vetëm në fillim. Doja të rishikoja vendin e lindjes sime, të vizitoja varret e prindërve të mi dhe të rikujtovsha me vendin që kisha lënë pas kaq shumë vite. Organizova gjithçka me kujdes. Lash menaxherët e besueshëm në krye të restoranteve, sigurova që familja ime të kishte gjithçka që u duhej dhe rezervova një bilet për në Prishtinë. Udhëtimi ishte emocionues. Pas 25 vitesh, po kthehesha në atë dheun tim. Në aeroplan,
Shikoja fotografi të vjetra të familjes sime dhe përpiqesha të kujtoja fytyrat e njerëzve që kisha lënë pas. Por sa më afrohesha Kosovës, aq më shumë nervoz bëhesha. Si do t'i ishte fshati im? A do të më njihnin njerëzit? A ishte ndryshuar shumë gjithçka? Kur aeroplani ul në aeroportin e Prishtinës, zemra më rrahte si e marr. Pas 25 vitesh, isha përsëri në tokën e Kosovës. Ajri kishte një aromë të njohur, një përzierje mes dheut, pyllit dhe diçka tjetër që nuk mund ta përcaktoja, por që më kujtonte fëmijërinë time. Në aeroport mora një taksi dhe i thash shoferit: "Në Dragash, në fshatin Brod." Shoferi, një burr në të 50-tat, më shikoi me kureshtje. "Pre nga jeni ju? Nuk jeni nga këtu, a?" "Jam nga Amerika, por kam lindur në Brod", i thash. "A, një diasporar. Sa vite keni qenë jashtë?" 25 vite." Ai fshiu gojën me çudi. 25 vite? Atëherë shumë gjëra kanë ndryshuar. Fshati Broda, po e di ku është, por nuk e di se sa njerëz janë akoma atje. Gjatë udhëtimit që zgjaste 2 orë drejt Dragashit, shikoja pamjen e Kosovës që po ndryshonte përpara syve të mi. Rrugët ishin më të mira se ato që i kujtoja. Kishte ndërtesa të reja dhe gjithçka dukej më moderne. Por sa më afroheshim maleve, aq më shumë pamja bëhej e njohur. Ato kodra, ata pyll, ato maja mbetje që i kisha parë në ëndrat e mia për 25 vite. Kur taksi arriti në hyrjen e fshatit Brod, ndihesha sikur po udhtoja në kohë. Gjithçka ishte njësoj si e kujtoja. Shtëpitë e vjetra me çati të kuqe, kallamaj që dilnin tym dhe kodrat e gjelbra përreth. Por kishte edhe diçka të ndryshme. Fshati dukej më i vogël, më i heshtur. Nuk shikonin fëmijë që luanin në rrugë, nuk dëgjonin zemrat e baktive dhe disa shtëpi dukeshin braktisur. "Këtu është", i thash shoferit kur arritëm afër shtëpisë së vjetër të familjes sime. "A jeni të sigurt se këtu doni të zbritni?" pyeti ai. "Nuk po shikoj askënd përreth." I thash parat dhe zbrita nga makinaja. Valixha ime e vogël në dorë qëndrova përpara shtëpisë ku kisha lindur dhe kaluar 18 vitet e para të jetës sime. Shtëpia dukej e vjetruar dhe e braktisur. Muret ishin veritur, çatia kishte disa tjegulla të thyera dhe oborri ishte mbushur me bar të egër. Por ishte ende shtëpia ime. Vendosa dorën mbi portën e vjetër të drurit dhe ndija teksturën që e kisha prekur mira herë si fëmijë. Dërsa po qëndroja përpara shtëpisë sime të vjetër, dëgjova një zë pas meje. "Ju lutem, a mund t'ju ndihmoj me diçka?" U ktheva dhe pash një grua në të 60-tat, me shami në krye dhe duke mbajtur një tas në dorë. "Përshëndetje", i thash në shqip. "Unë jam Arjan Krasniqi. Kjo këtu ishte shtëpia e familjes sime." Gruaja më shikoi me kureshtje. "Krasniqi? Nuk po m'duket se ju njoh. A jeni të sigurt se jeni nga ky fshat?" Zemra më nda. "Po, jam nga këtu, djali i Ramiz Krasniqit dhe Fatime Krasniqit. Kam jetuar këtu deri në vitin 1998. Gruaja lëkundi kryet. "Nuk më kujtohet familja Krasniqi dhe unë kam jetuar në këtë fshat gjithë jetën. Mund të jeni duke gabuar me ndonjë fshat tjetër?" "Jo, nuk gaboj", insistova. "Unë jam Marian. Shkova në shkollën fillore këtu, luaja futboll në fushën prankishës dhe punoja me bletën tek prapa shtëpisë." Gruaja më shikoi me dyshim. "Djalim, mendoj se jeni duke gabuar. Kur nuk ka pasur familje me mbiemrin Krasniqi në këtë fshat, dhe ajo shtëpia tu ka qenë braktisur prej vitesh." Nuk e kuptoja se çfarë po ndodhte. Kjo grua duhet më njihte. Ajo duhet të kujtonte familjen time. "A mund të më thoni ku janë varret e vjetra të fshatit?" pyeta. "Janë atje lart pas kishës, por pse po pyesni?" "Prindrit e mi janë varrosur aty." Gruaja më shikoi me pikëllim. "Djalim, mendoj se jeni duke gabuar me ndonjë vend tjetër. Vini, le t'ju çoj te kryetari i fshatit. Ai di më mirë se kush ka jetuar këtu." Gruaja, që më tha se quhej Selvije, më çoi drejt një shtëpie më të madhe në qendër të fshatit. Aty jetonte Musli Sadiku, kryetari i fshatit. Musli ishte një burr i thatë në të 50-tat, me mjekër të bardhë dhe sy të mprekt.
Kush është ky? Pyeti ai kur na pa. Ky burri thot se ka jetuar në fshat, tha Selvie. Thot se shtëpia braktisur e Mehmet Pajës ishte e familjes së tij. Muslimu studioi me kujdes. Si quheni? Arjan Krasniqi, djali i Ramiz Krasniqit dhe Fatime Krasniqit. Musli lëkundi kryet. Nuk ka pasur kur familje Krasniqi në këtë fshat. Unë jam kryetar prej 15 vitesh dhe para meje ishte babai im. Ne i dim të gjitha familjet që kanë jetuar këtu. Por kjo është e pamundur, tha zemëruar. Unë kam lindur këtu. Shkolla, fëmijëria ime, gjithçka. Muslim më shikoi me pikëllim. Djali im, mendoj se jeni duke gabuar. Mund të jetë ndonjë fshat tjetër me emër të ngjajshëm? Jo, është këtu, insistova. Ajo është shtëpia aty. Kishte një livadhe të madhe prapa dhe një dhi të bardhë që e quanim Lula. Për një moment, Musli duke i utuar. Dhi të bardhë, Lula. Po, e mbani mend? Jo, nuk mbaj mend, tha ai duke lëkundi kryet. Më vjen keq, por mendoj se jeni duke gabuar me vendin. Ndjesha sikur isha në një ëndër të keqe. Si ishte mundur që askush të mos më njihte? Si ishte mundur që askush të mos kujtonte familjen time? Edhe pse njerëzit thonin se nuk më njihnin, vendosa të shkoj në varrezat e fshatit. Aty do të gjeja varret e prindërve të mi dhe do të provoja se kisha të drejtë. Varrezat ishin lart në Kodër, pas kishës së vjetër ortodokse. Isha sjell atje shumë herë si fëmijë për të vizituar varrin e gjyshes sime. Por kur arova aty, gjithçka ishte ndryshe prej asaj që kujtoja. Varrezat ishin më të vogla dhe shumica e varreve ishin shumë më të vjetra nga ato që kujtoja. Ecja midis varrave duke kërkuar emrat e familjes sime, Ramiz Krasniqi, Fatime Krasniqi, apo edhe gjyshen Shpresa Krasniqi. Por nuk gjeta asgjë. Asnjë gur varri me mbiemrin Krasniqi. Isha i dëshpëruar. Si ishte mundur? Kushëria im nga Gjermania më kishte thënë se prindrit e mi ishin varrosur këtu. Ndërse po kthehesha nga varrezat, takova një burr të vjetër që po kalonte me shkop. Mirë se vini, më tha ai. Faleminderit. A mund t'ju pyes diçka? A keni jetuar gjatë në këtë fshat? Gjithë jetën, djali im, 75 vjet. A kujtoni familjen Krasniqi, Ramizin dhe Fatimen? Burri ndaloi dhe mendoi. Krasniqi. Jo, nuk më kujtohet kem dëgjuar këtë mbiemër këtu. Por unë jam i sigurt se kanë jetuar këtu. Burri më shikoi me mirëkuptim. Djali im, ndoshta jeni duke gabuar me në një fshat tjetër. Ka shumë fshatra në këto anë me emra të ngjashëm. Atë natë fjeta në një hotel të vogël në qytetin e Dragashit. Nuk mund ta kuptoja se çfarë po ndodhte. Si ishte e mundur që askush të mos më njihte? Si ishte e mundur që askush të mos kujtonte familjen time? Thirrja Elena në New York. Arjan, si është atje? Më pyeti ajo. Elena, diçka shumë e çuditshme po ndodh. Askush nuk më njeh. Thonë se nuk ka pasur kur familje Krasniqi në fshat. Si mund të jetë kjo e mundur? Nuk e di, po nis të dyshoj në vet. Doshta memoria jume nuk është e saktë. Arjan, ti kujtohesh gjithçka për familjen tënde. Ti më ke treguar mirë herë për fshatin tënd, për prindrit e tu. Nuk është e mundur që ti jesh duke gabuar. Por dyshimi kishte filluar të më hante mendjen. Ndoshta memoria ime nuk ishte e besueshme? Ndoshta pas 25 vitesh kisha krijuar kujtime të false? Ditën tjetër, vendosa të bëja një hetim më të detajuar. Shkova në arkivat e Bashkisë së Dragashit për të kërkuar dokumente mbi familjen time. Zyrtari i arkivave, një burr i ri me sy të mirë, më ndihmoi të kërkoj në regjistrat. Arjan Krasniqi, i lindur në 1980? Pyeti ai. Po, pikërisht. Ai kërkoi në kompjuter për disa minuta. Nuk gjej asgjë. Asnjë dokument për Arjan Krasniqi të lindur në 1980 në fshatin Brod. Kjo është e pamundur. Duhet ke diçka. Le të kërkoj për prindrit tuaj. Ramiz Krasniqi dhe Fatime Krasniqi? Pasi kërkoi për më shumë se gjysmë ore, ai lëkundi kryet. Më vjen keq, por nuk gjej asgjë për familjen Krasniqi në fshatin Brod. Ndjesha sikur toka po më gëlltiste. Si ishte e mundur që të mos kishte asnjë dokument për familjen time? A mund të kërkoj në fshatra të tjerë? Pyeta. Sigurisht, në cila fshatra doni të kërkojmë? Por ata ishin të vetmit fshatra që njihja. Kisha jetuar gjithë jetën time në Brod, apo
kisha jetuar vërtet. Kthehesha në hotel me mendjen plot pyetje. A ishte e mundur që të kisha jetuar në një vend tjetër? A ishte e mundur që memoria ime të ishte krejtësisht e gabuar? Por kjo nuk mund të ishte e vërtet. Kujtoja shumë gjëra specifike për fshatin. Formën e mbijeve, zërin e përrojës, aromën e bukës në nësime. Vendosa t'i telefonoj kushëririt tim në Gjermani, ai që më kishte thënë për vdekjen e prindërve të mi. Agron, i thash kur e mora në telefon, ku thue se kanë jetuar prindrit e mi? Në fshatin Brod, në Dragash. Pse pyet? Jam këtu dhe askush nuk më njeh. Thonë se nuk ka pasur kur familje Krasniki këtu. Agroni heshti për një moment. Kjo është shumë e çuditshme. Unë jam i sigurt se aty kanë jetuar. A e ke vizituar ndonjëherë prindrit e mi? Një heshtje e gjatë. Jo, nuk kam ardhur kur në Kosovë, por kam dëgjuar nga të tjerë. Nga kush? Nuk më kujtohet sakt, por jam i sigurt se aty kanë jetuar. Pas bisedës, ndihesha edhe më i hutuar. Edhe kushëriri im nuk ishte informacione direkte. Ditën tjetër, vendosa të vizitoj fshatrat fqinj. Ndoshta kisha gabuar me emrin, apo ndoshta familja ime kishte lëvizur prej njërit fshat në tjetrin. Shkova në Restelic, Globočić, Krushev. Në çdo fshat pyesja për familjen Krasniqi, por përgjigjja ishte gjithmonë e njëjtë. Askush nuk i njihte. Në fshatin Krushev, takova një grua të vjetër që tha: Krasniqi, ky mbiemër më tingëllon i njohur, por nuk mund të kujtoj ku e kam dëgjuar. A mund të mendoni? Është shumë e rëndësishme për mua. Ajo mendoi për një kohë të gjatë. Ndoshta kam dëgjuar për dikë me këtë mbiemër në Gjilan apo në Ferizaj, nuk jam e sigurt. Kjo ishte e para herë që dikush thonte se kujton mbiemrin, por përsëri nuk kishin informacione konkrete. Vendosa të shkoja në Gjilan për të kërkuar atje. Udhëtimi më zgjati 2 orë me autobus. Gjilani ishte shumë më i madh se sa kujtoja. Isha sjell atje disa herë si fëmijë, por tani duken krejtësisht ndryshe. Në arkivat e komunës së Gjilanit, zyrtarja më ndihmoi të kërkoj për familjen Krasniqi. Ka shumë familje me mbiemrin Krasniqi në regjistrat tanë, tha ajo, por le të kërkoj për emrat specifik që kërkoni. Pas një kërkimi të gjatë, ajo gjeti diçka të interesante. Gjeta një Ramiz Krasniqi, i lindur në 1955, dhe një Fatime Krasniqi, të lindur në 1958, por ata kanë jetuar në fshatin Pograj, jo në Brod. Zemra më filloi të rah më shpejt. Pograj? Ku është ai fshat? Rreth 30 kilometra nga Gjilani, por ka diçka të çuditshme këtu. Çfarë? Sipas këtyre dokumentave, ata kanë pasur një djalë të quajtur Arjan, i lindur në 1980, por ajo nguroi. Por çfarë? Sipas këtyre dokumentave, Arjan Krasniqi vdiq në 1998, në moshën 18 vjeçare. Ndjehesha sikur dikush më kishte goditur me çekiç në kokë. Vdiq? Kjo është e pamundur. Unë jam Arjan Krasniqi. Zyrtarja më shikoi me shqetësim. A jeni të sigurt për emrat e prindërve tuaj? Po, jam i sigurt. Ramiz dhe Fatime Krasniqi. Atëherë kjo është shumë e çuditshme. Sipas dokumenteve, djali i tyre Arjan vdiq në 1998. Isha shumë i tronditur, por vendosa të shkoja në fshatin Pograj. Ndoshta do të gjeja përgjigje aty. Pograj ishte një fshat i vogël në një lugin të bukur. Kur mbërrita aty, diçka më dukej e njohur, por nuk mund ta përcaktoja se çfarë. Pyeta disa njerëz për familjen Krasniqi dhe më drejtuan drejt një shtëpie në fund të fshatit. Kur arrova përpara shtëpisë, shikova një grup njerëzish që po qëndronin në obor. Një grua e vjetër u kthye kur më pa. Mirë se vini, tha ajo. A mund t'ju ndihmoj? Unë po kërkoj për familjen Krasniqi, Ramizin dhe Fatimen. Fytyra e gruas u bë e bardhë si gëlqere. Ramizi dhe Fatime. Ata vdiqën para vitesh, por pse pyesni? Unë jam djali i tyre, Arjan. Gruaja filloi të dridhej. Kjo nuk mund të jetë e vërtet. Arjan vdiq kur ishte 18 vjeç. Unë isha në funeralin e tij. Cila është historia? Pyeta me zemër që më rrahte fort. Gruaja, që më tha se quhej Zejnepe dhe ishte fëmijë e familjes sime,
filloi të tregonte. Ariani ishte një djalë i mirë, por në vitin 1998 kur lufta po afroi, ai u sëmur shumë rand. Kishte temperaturë të lartë dhe po delironte. Prindrit e çuan në spital, por ishte shumë vonë. Vdiq nga meningjiti. Por unë jam gjallë, shpreha. Unë shkova në Amerikë në 1998. Zejnepe më shikoi me frikë. Ju ngjiheni me të, por ajo është e pamundur. Zejnepe më çoi drejt varrezave të fshatit. Aty, në një cep të qetë, gjetëm një gur varri të vogël me mbishkrimin: Arjan Krasniqi, 1980-1998, djali i dashur i Ramizit dhe Fatimes. Ndihesha sikur po shikoja varrin tim. Si ishte e mundur? Kam një fotografi të vjetër të Arjanit, tha Zejnepe. Doni ta shihni? Kur ajo ncori fotografin, goja më mbeti hapur. Në fotografi ishte një djalë që ngjan shumë me mua, por kishte disa ndryshime të vogla, sy pak më të kaltër, hund pak më të hollë. Ngjiheshit pak me të, tha Zejnepe, por jeni njerëz të ndryshëm. A mund të më tregoni më shumë për familjen? Ramizi dhe Fatime ishin njerëz shumë të mirë. Pas vdekjes së Arjanit, ata u sëmurën nga pikëllimi. Ramizi vdiq në 2000 nga problema me zemrën. Fatime jetoi akoma disa vite, por kur nuk u ri më këmbë. Ajo vdiq në 2010. A kishte Arjan ndonjë kushëri në Gjermani? Zejnepe mendoi. Jo, nuk më kujtohet të kem dëgjuar për kushërinë në Gjermani. Tani isha plotësisht i hutuar. Nëse Arjan Krasniqi kishte vdekur në 1998, kush isha unë? Dhe kush ishte personi që më kishte dhënë informacionet për familjen? Atë natë fjeta në një hotel në Gjilan, por nuk fjet pothuajse fare. Mendja ime po punonte me shpejtësi të madhe duke përpjekur të kuptoja se çfarë po ndodhte. Nxora nga valixhja fotografitë e vjetra që kisha sjell nga Amerika. Aty ishin fotografitë që mendoja se ishin të familjes sime. Por kur i shikoja me kujdes, fillova të vëreja disa ndryshime. Fytyrat në fotografi nuk ishin identike me ato që kisha parë në prograq. A ishte e mundur që të kisha jetuar një jetë të gabuar për 25 vite? A ishte e mundur që memoria ime të ishte krejtësisht e gabuar? Thira Elenën përsëri. Ariana, je mirë? Zëri ju duket i çuditshëm. Elena, duhet të them diçka. Kam gjetur varrin në një djali që quhet Arjan Krasniqi që vdiq në 1998. Ai ka të njëjtët prindër që mendoj se i kam. Kjo nuk ka kuptim, Arjan. Ti je gjallë dhe një me mua. Por çfarë nëse unë nuk jam ai që mendoj se jam? Çfarë nëse ka marrë identitetin e dikujt tjetër pa e ditur? Elena hesht për një moment. Arjan, ti po më frikson. Ti je burri im, babai i fëmijëve tan. Ti e di kush je. Por unë nuk e dija më. Për herë të parë në jetë, nuk e dija kush isha vërtet. Ditën tjetër vendosa të bëja një hetime më të thellë. Shkova tek policia e Gjilanit dhe pyeta nëse mund të kontrollonin dosjen e vdekjes së Arjan Krasniqit. Oficeri i një burri mesëm me mustaqe më ndihmoi të gjej dokumentet. Po këtu është, tha ai. Arjan Krasniqi vdiq më 15 qershor 1998 nga meningjiti. Është varrosur në varrezat e Pograqës. A ka pasur ndonjë hetim? Ndonjë dyshim? Jo, ishte vdekje natyrale. Sëmundje. A mund të shoh dokumentet e identitetit që përdori? Oficeri më dha një kopje të kartës së identitetit të Arjan Krasniqit. Fotografia tregonte një djalë që ngjan me mua, por që nuk isha unë. A mund të kontrolloni nëse ka pasur ndonjë Arjan Krasniqi tjetër në rajon? Pasi kërkoi për një orë, ai tha: "Ka vetëm një Arjan Krasniqi në regjistrat tanë, ai që vdiq në 1998." Kjo do të thoshte se unë nuk isha asnjëri nga ata. Por atëherë, kush isha? Isha dëshpëruar, por nuk doja të dorëzohesha. Vendosa të shkoja në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës në Prishtinë për të kërkuar në arkivat e vjetra. Bibliotekarja, një grua e moshuar me sy të mirë, më ndihmoi të kërkoj në arkivat historike. "Po kërkoni për familjen tuaj?" pyeti ajo. "Po, por është e komplikuar. Mendoj se mund të kem pasur identitet të gabuar për 25 vite." Ajo më shikoi me kureshti. "Kjo është shumë e rrallë, por nuk është e pamundur. Gjatë luftës dhe pas saj shumë dokumente u humbën apo u përzihen." Ne kërkuam për orë të tëra. Përfundimisht, ajo gjeti diçka interesante. "Ja, këtu është," tha ajo. "Ka një regjister të refugjatëve nga viti 1998. Shihni këtu.
Ka një familje me mbiemrin Krasniqi që u regjistrua si refugjat në Maqedoni. Shikova dokumentin. Aty ishte Ramiz Krasniqi, 43 vjeç, Fatime Krasniqi, 40 vjeç, dhe djali Arben Krasniqi, 18 vjeç. Arben, jo Arjan, thash. Po, Arben, dhe ata janë nga fshati Ranilug, jo nga Brodi apo Pograj. Kjo ishte pika kthyese. Arben, jo Arjan. Ranilug, jo Brodi. Ranilug ishte një fshat afër Kamenicës. Kur shkova atje, për herë të parë pas shumë ditësh, diçka më duken vërtet e njohur. Pyeta për familjen Krasniqi dhe një burr I vjetër më tha: "A, po, familja e Ramizit, ata ikën gjatë luftës dhe nuk u kthyen kurrë." Si ishte djali I tyre? Arben ishte një djalë I mirë, por shumë I heshtur. Kishte probleme me të folurit, ndonjëherë haronte gjërat apo I përzielte. Zemra më filloi të rra më shpejt. Kjo mund të shpjegonte konfuzionin tim me emrat dhe vendet. A I njihni ata mirë? Po, isha fqenjë I tyre. Ramizi punonte si mësues në shkollë dhe Fatime binte bujqësi. Arbeni ishte djali I vetëm. Çfarë ndodhi me ta? Ikën në 1998 kur situata u bë e keqe. Disa thonë se shkuan në Maqedoni, të tjerë thonë se në Shqipëri. Nuk dëgjuam kurrë prej tyre pas luftës. Ndërsa ecja nëpër rrugët e Ranilugit, kujtimet filluan të më kthehen në mënyrë më të qartë. Po, ky ishte fshati im I vërtetë. Ajo shtëpia aty? Po, e njihja. Ai rruga atje? E kisha ecur mira herë. Dhe emri im ishte Arben, jo Arjan. Dikur gjatë udhëtimit drejt Amerikës, dikush më kishte thënë se Arjan tingëllonte më amerikane, dhe unë kisha filluar ta përdorja atë emër. Pas 25 vitesh kisha haruar emrin tim të vërtet. Shkova drejt shtëpisë së vjetër të familjes sime. Ajo ishte braktisur dhe në gjendje të keqe, por ishte shtëpia ime. Një grua e vjetër më pa dhe u afrua. "Ju lutem, kush jeni ju?" pyeti ajo. "Unë jam Arben Krasniqi, djali I Ramizit dhe Fatimes." Gruaja më shikoi me kujdes. "Arben? Ti Arbeni I vogël?" "Po." Ajo filloi të qaj. "Zoti im, sa je rritur? Ku ke qenë gjithë këto vite?" "Në Amerikë." "Por çfarë ndodhi me prindrit e mi?" Gruaja, që ishte Rukie, një fqinje e vjetër, më rrëfeu historinë e vërtet. "Prindrit e tu vdiqën në Maqedoni, në kampin e refugjatëve. Ramizi u sëmur nga diabeti dhe nuk kishte ilaçe. Fatime vdiq pak muaj më vonë nga picëllimi. Ne menduam se edhe ti kishe vdekur, sepse askush nuk dëgjoi prej teje." Tani e kuptoja se çfarë kishte ndodhur. Personi që më kishte dhënë informacione për vdekjen e prindërve të mi nuk ishte kushëri I vërtet. Ai duhet kishte dëgjuar diçka dhe të kishte supozuar, apo ndoshta më kishte gënyer për arsyet e veta. Thira numrin që kisha për në Gjermani, por telefoni ishte I fikur. Pyeta disa shqiptarë në Gjermani që I njihja, por askush nuk e njihte Agron Mehmetin. Ai kishte qenë një mashtrues, që kishte përfituar nga gjendja ime e dëshpëruar dhe nevoja ime për informacion. Tani, e kuptoja pse nuk isha marrë përgjigje nga letrat që dërgoja. Unë I dërgoja letra në adresën e gabuar, për njerëz që nuk ishin prindrit e mi të vërtet. Rukie më çoi të takoja njerëzit e tjerë të fshatit që më kujtojnë. Shumica ishin plakur shumë, por ma kujtuan akoma. "Arbeni I vogël", tha një burr I vjetër. "Sa ke ndryshuar, por sytë e tu janë të njëjtë." "A më kujtoni vërtet?" pyeta. "Sigurisht, ti ishe djali më I qenë I fshatit, gjithmonë bane një libër në dorë dhe nuk flisnje shumë. Këto detaje më ndihmuan të rikujtoj më shumë. Po, isha një fëmijë I qetë, po, më pëlqente të lexoja. Dhe, po, ndonjëherë kisha probleme me kujtesën, një efekt të dëmtimit të lehtë në tru që kisha pasur si fëmijë." "Çfarë ndodhi me shtëpinë tonë?" pyeta. "Pas luftës kur nuk u kthyet, autoritetet vendore e dhanë për të jetuar një familje tjetër, por ata ikën gjithashtu, tani është braktisur." Shkova brenda në shtëpinë time të vërtet. Ishte në gjendje të keqe, por mund të njihja dhomat. Dhoma ime e vogël, dhoma e prindërve, kuzhina ku hangshim së bashku. Në një sirtar të vjetër, gjeta disa fotografi që familja tjetër I kishte lënë. Midis tyre ishte një fotografi e vjetër e familjes sime. Këtë herë fytyrat ishin të duhurat, prindrit e mi të vërtet. Rukie më tha se prindrit e mi ishin varrosur në varrezat refugjatëve në Maqedoni, në qytetin Kumanovo. Ditën tjetër, udhtova drejt Maqedonisë.
Udhëtimi ishte i shkurtër, por emocionalisht i vështirë. Në varrezat e Kumanovës, me ndihmën e administratës lokale, gjeta varret e prindërve të mi. Aty ishin Ramiz Krasniqi, 1955-1999, refugjat nga Kosova. Fatime Krasniqi, 1958-2000, refugjate nga Kosova. Për herë të parë pas 25 vitesh, isha pranë prindërve të mi të vërtet. Qava si nuk isha qarë kur më parë, për kohën e humbur, për lamtumirën që nuk e bëra, për gjitha ato vite që mendoja se ata ishin gjallë diku. Pas 2 javësh në Ballkan, ishte koha të ktheheshem në Amerikë. Por tani kisha gjetur të vërtetën. E dija kush isha dhe prej nga vija vërtet. Emri im ishte Arben Krasniqi, jo Arjan. Isha nga fshati i Ranilug, jo nga Brodi. Dhe prindrit e mi kishin vdekur si refugjat në Maqedoni, jo në shtëpinë e tyre. Kur u ktheva në New York, Elena dhe fëmijët ishin të emocionuar të më shihnin. Si ishte babai? Pyeti Marko. Ishte një udhëtim shumë i rëndësishëm, i thash. Zbulova shumë gjëra për të kaluarën tanë. Atë natë, i tregova Elenës gjithë historinë. Ajo më dëgjoi me durim dhe më mbështeti plotësisht. Kjo nuk ndryshon asgjë, tha ajo. Ti je ende burri im, pavarësisht se quhesh Arjan apo Arben. Por mendoj se duhet të filloj ta përdor emrin tim të vërtet. Nëse kjo të bën të ndihesh më i plot, atëherë le ta bëjmë. Zgjat muaj për të rregulluar gjithë dokumentet. Ligjërisht ndryshova emrin nga Arjan në Arben dhe përditësova të gjithë letrat e biznesit. Disa miq dhe klient të restorantit ishin të hutuar nga ndryshimi, por shumica e kuptuan kur u shpjegova historinë. Kjo është një nga historitë më të jashtëzakonshme që kam dëgjuar ndonjëherë, tha Toni, ish pronarit i restorantit italian, ku kisha punuar për herë të parë. Ti je një njeri i fortë që gjeti rrugën drejt së vërtetës. Restorantet e mia vazhduan të funksiononin mirë. Në të vërtetë, historia ime e djaloshit që kishte jetuar me identitet të gabuar për 25 vite, u bë një temë interesante që tërhoqi shumë klient. Por më e rëndësishmja ishte se tani ndihesha i plot. E dija kush isha dhe prej nga vija vërtet. Pas gjetjes së identitetit tim të vërtet, vendosa të ndërtoja një urë midis jetës sime në Amerikë dhe rrënjve të mia në Kosovë. Krijova një fond bamirësi që ndihmonte refugjatët kosovar dhe familjet që kishin humbur antar gjatë luftës. Çdo vit dërgoja para për të ndihmuar në riparim të shtëpive në Ranilug dhe fshatrat përreth. Gjithashtu fillova të vizitoja Kosovën çdo vit. Ndonjëherë me Elenën dhe fëmijët, ndonjëherë vetëm. Marko dhe Sofia mësuan historinë e vërtetë të familjes dhe filluan të mësonin shqip. Ata ishin krenar për rrënjët e tyre ballkanike. Babai, a mund të shkojmë në fshatin tënd vitin e ardhshëm? Pyeti Sofia. Sigurisht, zemra ime, dua t'ju tregoj vendin ku kam rritur. Tani, në moshën 43 vjeçare, ky është rrëfimi im i plot. Historia e një djali që iku nga lufta me një identitet, jetoi për 25 vite me një tjetër dhe përfundimisht zbuloi të vërtetën. A jam penduar që zbulova të vërtetën? Kur? Megjithse zbulimi ishte i dhimbshëm, më solli paqen dhe qetësinë që më mungonte. Çfarë mësova nga kjo përvojë? Që identiteti ynë nuk është vetëm emri që mbajmë, por është përzierja e kujtimeve tona, përvojave tona dhe njerëzve që duam. Elena më pyet ndonjëherë, a ndihesh si Arjan apo si Arben? Ndihem si që të dyja, i përgjigjem. Arjani është ai që u bë në Amerikë, Arbeni është ai që erdhi nga Kosova, dhe së bashku ata janë unë. Fëmijët tanë kanë mësuar se historia e familjes mund të jetë e komplikuar, por kjo e bën atë edhe më interesante. Ata kanë mësuar se ndonjëherë duhet të kërkosh për të gjetur të vërtetën, por kjo kërkim ja vlen. Nëse dikush që po dëgjon këtë histori ka përjetuar diçka të ngjashme, nëse edhe ju keni dyshime për identitetin tuaj, ose nëse diçka në jetën tuaj nuk ju duket e saktë, mos keni frikë të kërkoni për të vërtetën. Mund të jetë e dhimbshme, mund t'ju trondit, por në fund të vërtetën është ajo që na jep paqe të vërtetë. Unë kam jetuar 25 vite si Arjan Krasniqi nga Brodi dhe kanë qenë vite të mira,
por tani jetoj si Arben Krasniqi nga Ranilug dhe këto janë vitet më të mira të jetës sime, sepse janë të bazuara në të vërtetën. Historia ime tregon se sa lehtë mund të humbim gjurmët tona, sidomos në kohë lufte dhe ndarjeje. Tregon se sa e rëndësishme është të mos harrojmë kush jemi dhe prengavim, por gjithashtu tregon se kur nuk është shumë vonë për të gjetur të vërtetën. Një gjë që më ka befasuar është se sa shpejt komuniteti kosovar në Amerikë më përkrahu kur zbulova identitetin tim të vërtet. Arben, historia jote na mëson se sa e rëndësishme është të mbajmë kontakte me njëri tjetrin, më tha një burr i vjetër shqiptar në një mbledhje komunitare. Nëse do të kishim pasur më shumë organizim gjatë viteve 1990, ndoshta do të kishim mundur ta ndihmonim familjen tënde. Ndoshta do të kishim mundur ta gjetim të vërtetën më herët. Kjo më frymëzoi të bëhem më aktiv në komunitetin kosovar amerikan. Tani organizoj takime të rregullta për refugjatët e rinj për t'u siguruar se ata nuk humbin kontaktin me familjet e tyre. Gjithashtu, kam krijuar një databazë online ku njerëzit mund të kërkojnë për antar të humbur të familjes. Deri tani, kemi ndihmuar më shumë se 50 familje të rigjejnë njëri tjetrin. Sot, ndërsa po shkruaj këtë histori, jam i lumtur dhe i qetë me jetën time. Restorantet e mia vazhdojnë të funksionojnë mirë. Familja ime është e shëndetshme dhe e lumtur. Dhe çdo vit vizitoj Kosovën për të mbajtur gjallë lidhjen me rrënjët e mia. Marko ka treguar interesim për të studiuar gazetarin dhe ai thotë se dëshiron të shkruaj për familjet që janë ndarë nga lufta. Sofia dëshiron të studiojë mjekësinë dhe të ndihmojë refugjatët. Elena dhe unë po planifikojmë të hapim një deg të restorantit në Prishtinë. Do të jetë një rrugë për të sjellë pak nga Amerika në Kosovë dhe për të krijuar një urë midis dy vendeve që i dua. A mendon ndonjëherë se çfarë do të kishte ndodhur po të mos kishe zbuluar të vërtetën? Më pyet Elena. Po, i them. Mendoj se do të kisha jetuar një jetë të mirë, por të paplot. Do të kishte pasur gjithmonë diçka që do të më mungonte, edhe pa e ditur se çfarë ishte. Nga kjo përvojë kam mësuar disa mësime të rëndësishme që dua t'i shpërbaj. E bara, kur mos keni frikë të pyesni pyetje për të kaluarën tuaj. Edhe nëse përgjigjet janë të dhimbshme, e vërteta është gjithmonë më e mirë se paqartësia. E dyta, familja nuk përcaktohet vetëm nga gjaku. Elena dhe fëmijët tanë janë familja ime e vërtet, pavarësisht se nuk ndajmë të njëjtat rrënjë etnike. E treta, identiteti ynë mund të ndryshojë gjatë jetës, dhe kjo është normale. Unë jam njëkohësisht Arben nga Ranilug dhe Arian nga New York. E katërta, komuniteti dhe miqt janë jetik kur kalojmë në përvështirësi. Pa ndihmën e njerëzve të mirë, unë kur nuk do ta kisha bërë këtë udhëtim. E pesta, mos u jepni kur dorën. Edhe kur gjithçka duket e pamundur, ka gjithmonë një rrugë përpara. Kjo histori nuk mbaron këtu. Çdo ditë zbuloj diçka të re për veten, për familjen apo për lidhjen midis jetës sime në Amerikë dhe rrënjve në Kosovë. Muajin e kaluar Marko dhe Sofia erdhën me mua në Ranilug. Ata takuan njerëzit që më kujtojnë si fëmijë dhe dëgjuan histori për gjyshin dhe gjyshen që nuk i takuan kurrë. Babai, tani kuptoj pse je aq krenar për vendin tënd. Njerëzit këtu janë shumë të ngrohtë. Sofia shtoi. Dhe tani kuptoj pse gjithmonë gatuan me aq dashuri. E ke mësuar nga nëna jote. Këto momente janë ato që e bëjnë gjithë udhëtimin javlen. Gjatë vizitës së fundit në Kosovë, ndodhi diçka e pabesueshme. Ndërsa po ecja në rrugët e Prishtinës me Markon dhe Sofian, dëgjova dikë që më thirrte: "Arben? Arben Krasniqi?" U ktheva dhe pash një burr të mesëm që nuk e njihja. "Po, jam unë," i thash. "Unë jam Driton Berisha. Kemi qenë bashkë në shkollën fillore në Ranilug." Zemra më filloi të ra më shpejt. Këtu ishte dikush nga e kaluara ime e vërtet. "Driton, natyrisht që të kujtoj," thash, edhe pse kujtoj ishte e turbullt. "Ti zhduke pas luftës," tha ai. "Të gjithë menduam se kishe vdekur. Ku ke qenë gjithë këto vite?" I tregova shkurtimisht historinë time. Dritoni dëgjoi me gojë hapur. "Kjo është e pabesueshme," tha ai. "E di se disa nga shokët e vjetër të shkollës janë këtu në Prishtinë? Duhet i takosh." Atë mbrëmje,
Dritoni organizoi një takim të vogël me disa nga shokët e mi të shkollës. Ishte një moment shumë emocional. Arben, ti ishe djali më i qetë i klasës, tha një prej tyre, besnik. Gjithmonë mbaje libra dhe nuk flisje shumë, por ishe shumë i zgjuar. Po, dhe gjithmonë na ndihmoje me matematikën, shtoi një tjetër, fitim. Këto detaje më ndihmuan të rikujtoj edhe më shumë për fëmijërinë time të vërtet. Gradualisht memoria ime po ringjallej. Takimi me shokët e vjetër ishte si një çelës që hapi shumë rrugë të kujtesa në mendjen time. A kujtohesh kur na rrëzove të gjithëve në konkursin e matematikës? Pyeti besnik. Apo kur na mësove të notojmë në lumin pranë fshatit? Tha fitim. Dhe pëllumbat që i rritjen në katin e shtëpisë? Çdo detaj që ata përmendnin më ndihmonte të kujtoj diçka tjetër. Memoria ime, që kishte qenë e turbullt për vite të tëra, po bëhej më e qartë çdo ditë. Marko dhe Sofia ishin fascinuar nga këto histori. Babai, pse nuk na ke treguar për pëllumbat? Pyeti Sofia. Sepse i kishe harruar, i thash. Por tani po i kujtoj. Atë natë, shkrova një listë gjatë të gjërave që po i kujtoja për fëmijërinë time. Emrat e mësuesve, lojrat që luanim, madje edhe emrat e pëllumbave të mi. Pas kaq shumë zbulime, Elena dhe unë morëm një vendim të madh. Vendosim ta kalonim një vit të plot në Kosovë, për t'u lidhur më thellë me rrënjët e mia. A je i sigurt për këtë? Më pyeti Elena. Çfarë do të ndodh me restorantet? Menaxherat tanë janë të mirë, i thash. Ata mund t'i menaxhojnë për një vit. Dhe unë gjithmonë kam ndëruar të hap një restorant këtu. Marko dhe Sofia ishin të entuziazmuar për aventurat. Do të shkojmë në shkollë në Kosovë? Pyeti Marko. Po, do të shkonim në shkollën ndërkombëtare në Prishtinë. Do të jetë një përvojë e madhe. Organizuam gjithçka në kujdes. Morëm një apartament të madh në Prishtinë, regjistruam fëmijët në shkollë dhe fillova të kërkoja një vend për restorantin e ri. Viti që kaluam në Kosovë ishte një nga më të bukurit e jetës ime. Çdo ditë zbuloja diçka të re për vendin tim, për kulturën dhe për veten. Restoranti që hapa në Prishtinë u bë shumë popullor. E quajta Arben's Bridge, ura e Arbenit, sepse ishte një urë midis kuzhinës amerikane dhe asaj ballkanike. Marko dhe Sofia u përshtatën shpejt me jetën në Kosovë. Ata mësuan shqip rrjedhshëm dhe bën shumë miq të rinj. Babai, tani kuptoj pse e doaj shumë këtë vend, tha Marko një ditë. Njerëzit këtu janë si një familje e madhe. Elena gjithashtu u përfshi në komunitet. Ajo filloi të mësonte shqip dhe u bë vullnetare në një organizatë që ndihmonte gratë e reja përmes edukimit. Arben, më tha ajo një ditë, jam kaq e lumtur që bën këtë vendim. Kjo ka qenë e shkëlqyeshme për të gjithë familjen. Gjatë kohës në Kosovë, vendosa të kontriboja më shumë për komunitet. Përtej restorantit, fillova disa projekte. Krijova një program burse për studentët e zonës rurale, veçanërisht ata nga Arani Lug dhe fshatrat përreth. Çdo vit jepja 10 bursa të plota për studentët që donin të studionin në universitet. Gjithashtu organizova kurse falas të gjuhës angleze për të rinjt, duke i ndihmuar ata të përgatiteshin për mundësi punësimi në ekonominë globale. Pse po bëni të gjitha këto? Më pyeti një gazetar lokal. Sepse dikush më ndihmoi mua kur isha i ri, i thash. Tani është radha ime të ndihmoj të tjerët. Historia ime po bëhej e njohur në mbar Kosovën. Shumë njerëz të tjerë që kishin përvojë të ngjashme filluan të më kontaktonin. Një ditë mora një telefonat nga një grua e quajtur Selvie Gashi. Zoti Krasniqi, tha ajo, kam dëgjuar historinë tuaj. Edhe unë po kërkoj për vllain tim që u humb gjatë luftës. A mund të më ndihmoni? Kjo ishte fillimi i një projekti të ri. Së bashku me disa vullnetar, krijuam një organizatë që quhet Gjurmët e Humbura, për të ndihmuar familjet të gjejnë antar të humbur. Brenda një viti kishim ndihmuar mbi 100 familje të rigjejnë njëri tjetrin. Disa nga historitë ishin edhe më dramatike se e imja. Takoma një grua që kishte jetuar për 20 vite duke menduar se i gjithë familja kishte vdekur, vetëm për të zbuluar se motra e saj jetonte në Gjermani. Takova një burr që kishte marrë identitetin e vdekur për të shpëtuar nga lufta. Ju jeni duke bërë një punë shumë të rëndësishme.
më tha presidenti i Kosovës kur më ftoi në një ceremoni zyrtare. Pas një viti në Kosovë, ishte koha të ktheheshim në Amerikë, por tani udhtimi nuk ishte një ndarje përfundimtare, ishte vetëm një lëvizje midis dy shtëpive. Do të ktheheni çdo vit, i premtova shokëve të mi në Prishtinë. Dhe restorani do të mbetet hapur? Sigurisht, tani kam menaxher të mirë këtu gjithashtu. Fëmijët tanë ishin krejt të ndryshëm kur u kthyem në Long Island. Ata ishin më të pavarur, më kulturalisht të hapur dhe flisnin 3 gjuhë rrjedhshëm, anglisht, shqip dhe italian. Mësuesit në shkollë nuk besojnë kur u tregoj për vitin në Kosovë. Ata thonë se unë kam përjetuar më shumë se shumica e të rriturive. Elena gjithashtu ishte ndryshuar. Ajo kishte fituar një perspektiv të re për jetën dhe ishte bërë më e vendosur për të ndihmuar të tjerët. Ky vit të ndryshoi gjithë familjen tonë, më tha ajo. Ne tani jemi vërtet një familje globale. Tani që kisha gjetur të vërtetën për identitetin tim dhe kisha krijuar ura midis jetës sime në Amerikë dhe rrënjeve në Kosovë, kisha një mision të ri. Vendosa ta shkruaj historinë time në formë libri. Libri Njeriu me 2 identitete u botua në të 3 gjuhët, anglisht, shqip dhe italian. Të gjitha fitimeve i dhash për organizatën Gjurmët e Humbura. Libri u bë bestseller në Kosovë dhe u përkthye në disa gjuhë të tjera. Njerëz nga mbar bota më shkruajnë se kanë përvojë të ngjashme dhe se historia ime i ka ndihmuar të mos harrojnë rrënjët e tyre. Gjithashtu fillova të mbaja ligjërata në universitete dhe konferenca mbi temën e identitetit, migrimit dhe rëndësinë e të vërtetës. Historia juaj na mëson se identiteti nuk është diçka fikse, tha një profesor i sociologjisë në Universitetin e Columbia. Ai është dinamik dhe mund të evolojë, por rrënjët tona mbeten të rëndësishme. Sot, Marko është 16 vjeç dhe Sofia 14 vjeç. Të dy janë krenar për historinë e familjes dhe për rrënjët e tyre multietike. Marko ka vendosur të studiojë marrëdhëniet ndërkombëtare dhe dëshiron të punojë në OKB për të ndihmuar refugjatët. Ai flet për përvojën e familjes sonë në prezantime në shkollë dhe ka fituar disa çmime për projektet e tij mbi identitetin kulturor. Sofia dëshiron të bëhet mjeke dhe të specializohet në trajtimin e PTSD-s, të refugjatët dhe viktimat e luftës. Ajo ka kaluar 2 verë duke punuar si vullnetare në klinika në Kosovë. Babari, faleminderit që na tregove të vërtetën, më tha Sofia fundjavën e kaluar. Edhe pse ishte e vështirë për ty, na ka dhënë një histori të bukur familjare. Elena tani është drejtoresha e një organizate jo fitimprurse që ndihmon familjet e emigrantëve në New York. Përvoja jo në Kosovë e frymëzoi të bëjë më shumë për komunitetin. Ndërsa po shkruaj fjalët e fundit të kësaj historie. Jam 43 vjeç, i njëjti moshë që kishte babai im kur unë u largova nga Kosova. Kam jetuar 2 jetë të plota. Njërën si Arjan, që ikti nga Kosova dhe u bë Amerikan, dhe tjetrën si Arben, që riktheu lidhjen me rrënjët e tij të vërteta. Secila jetë ka pasur bukuritë dhe sfidat e veta, por tani që i kam bashkuar të dyja, ndihem si një person i plot për herë të parë. A keni pasur ndonjë pendim? Njerëzit më pyesin shpesh këtë pyetje. E vetmja gjë që më vjen keq është se nuk e zbulova të vërtetën më herët, për të kaluar më shumë vite duke ditur kush jam vërtet. Por mbase duhej të ndofte kështu. Mbase kisha nevojë për ato 25 vite për t'u pjekur dhe për të qenë gati për të vërtetën. Historia ime tregon se nuk është kurrë shumë vonë për të gjetur veten. Tregon se rrënjët tona janë të rëndësishme, por edhe që mund të ndërtojmë jetë të bukura larg atyre rrënjëve. Më e rëndësishmja, tregon se e vërteta edhe kur është e dhimbshme, na bën më të fortë dhe më të plot si njerëz. Nëse jeni ardhur deri këtu në histori, ju falenderoj për kohën që morët për ta lexuar. Nëse edhe ju keni pyetje për të kaluarën tuaj, për identitetin tuaj apo për rrënjët tuaja, ju inkurajoj të kërkoni për përgjigjet. Mund të jetë e vështirë, mund të zbuloni gjëra që nuk i prisni, por në fund do të jeni më të lumtur që e dini të vërtetën. Nëse jeni emigrant që jeton larg vendlindje, mos harroni se ku vini, por edhe mos kini frikë të ndërtoni jetë të re në vendin ku jeni.
Ju mund t'jeni të dyja, mund t'jeni krenar për rënjët tuaja dhe njëkohësisht të përqafoni identitetin tuaj të ri. Nëse jeni prindër, tregojini fëmijëve tuaj për historinë tuaj, edhe nëse është e komplikuar. Fëmijët e meritojnë të dinë prej nga vinë dhe se si arritët atje ku jeni. Dhe në fund, kujtohuni se jeta është një udhëtim i gjatë, plot me befasi. Ndonjëherë rruga na çon në vende që nuk i presim, por çdo eksperiencë na mëson diçka dhe na bën më të mirë. Historia ime vazhdimi ende çdo ditë. Çdo mëngjes gjohem si Arben Krasniqi nga Rani Lug, që jeton në Long Island me familjen e tij amerikane. Dhe çdo mbrëmje fles si një burr i plot, që e di kush është dhe prej nga vjen. Kjo është fuqia e të vërtetës. Ajo ma liron dhe na bën të plot. Nëse historia ime ju ka prekur, apo nëse keni nevojë për ndihmë për gjetur antar të humbur të familjes, ju lutem kontaktoni organizatën Gjurmët e Humbura. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar. Dhe nëse jeni ndonjëherë në New York apo në Prishtinë, vini të na vizitoni në restorantet Adriatic Dream apo Arben's Bridge. Do t'jemi të lumtur t'ju presim dhe të ndajmë një vakt të bashkët. Sepse në fund, të gjithë jemi pjesë e një familje të madhe njerëzore, pavarësisht se prej nga vim apo ku jetojmë. Falenderi që dëgjuat historinë time, tani është radha juaj të shkruani tuajën.